po kush mund të ishte trajtimi i kollës në kushte shtëpie, ose le të themi trajtimi viral i saj. Për shembull, nëse jemi në një ambient shtëpie të ngrohtë, po na ka kapur një virus, një grip, atëherë duhet të përdoren bimë që janë antivirale të fuqishme, siç është trëndafili i shkëmbit, siç është trungza e malit e shkëmbit, siç është dafina që tashmë e njohim, rigoni, karafili e të tjera. Bimët antivirale që mund t'i bëjmë edhe si çaj, por mund t'i bëjmë njëkohësisht edhe si avull për zbutjen e sekrecioneve, për zgjerimin e rrugëve të frymarrjes dhe për zhbllokimin e tyre. Një çaj antiviral i pasuruar për shembull edhe jo vetëm me këto, por edhe me bimën e mëllagës së zezë, me lulen e ekinacjes e të tjera, na ndihmon që mushkëria jo vetëm të pastrohet mrekullisht mirë, por të fillojë edhe rigjenerimi i saj dhe njëkohësisht organizmi të jetë mrekullisht i shëndetshëm. Si mund të veprojmë në këto raste? Pihen afërsisht nga ky çaj 2 deri në 3 gota në ditë. Në mëngjes, drekë dhe darkë mund të konsumojmë 1 deri në 2 thelpinj hudhra të shoqëruara me çajin. Në drekë mund të konsumojmë pak qep të kuqe dhe propolisin me rigon e pim 3 herë në ditë nga 10 pika. Njëkohësisht kemi atë antiseptikun bimor që ne mund të sprucojmë duart, mund të sprucojmë në gojë dhe i mbajmë në hund. Ekstrakti balsamik, i cili ndodhet këtu, ka në brendësi të tij ekstrakte nga bimë të cilat kanë ekualiptole, nga ekualipsi, nga dafina e kështu me radhë, dhe mund të përdoret 2 herë në ditë nga një lugë kafe pas buke. Kjo lehtëson shumë edhe rrugët e frymarrjes, por edhe i zgjeron ato. Ekstrakti balsamik, të mos harrojmë, mund të përdoret edhe për fëmijët, por në doza shumë të vogla, gjysmë lugë kafe deri në një lugë kafe në varësi nga mosha e tij, por njëkohësisht mundet të përdoret edhe në rastet kur neve e ngrohim trupin, pasi tham, edhe këto pulmonet mund të na jenë nxitse të kollës, edhe ne çfarë bëjmë? Ngrohim trupin pranë një burimi nxehtësie, duke masazhuar atë lehtë me ekstraktin balsamik. Avuj që do të na ngrihen gjatë natës, qoftë edhe tek fëmijët e vegjël, ngrihen dhe këto si shtullunga, mbështillen nga hundët dhe shkojnë në mushkëri, duke qetësuar atë dhe njëkohësisht duke nxitur rigjenerimin e saj. Mbaj mend një formulë shumë të rëndësishme për trajtimin e mushkërive në rastet e një virusi dhe për të qetësuar kollën. Çfarë mund të bëjmë praktikisht? Marrim një qep të kuqe me i peshë afërsisht 60 deri në 80 gram. E qërojmë atë dhe hedhim në frulator për ta grirë. Marrim një copë xhinxher, e cila duhet të jetë parafërsisht 1 deri në 1.5 më shumë se pesha e qepës. Pra, marrim xhinxherin, e pastrojmë mirë, e kruajmë, e coptojmë dhe hedhim tek grirësja. I grim të dyja së bashku. Marrim këtë masën e grirë dhe hedhim në një kavanos, duke shtuar në të njëkohësisht edhe një lugë gjelle i amball të bluar, në mungesë të tij qepa e kuqe, xhinxheri dhe mjalt. Mjalti i gështenjës do të jetë shumë i mirë, por edhe mjalti shumë lulës do të hidhet në sasinë si më poshtë. Nëse këto na dalin 6 deri në 7 lugë gjelle nga përzierja, atëherë po kaq do të hidhet edhe mjalti. I përzihej mirë së bashku dhe çdo mëngjes dhe darkë konsumohet nga një lugë çaj për fëmijët e vegjël në mëngjes dhe darkë, nga një lugë supe për të rriturit. Ky ishte për një trajtim të kollës me origjinë nga viruset e ndryshme. Trajtimi i kollës alergjike, ku ne vëmë re se nga ana fiziologjike trupi fillon të çlirojë histaminën
Dhe kjo histamin fillon të na japi irritime, bllokime hundësh, koll, teshtitje, rrjedhje hundësh e të tjera. Qetësohet mrekullisht mirë nga këto produkte natyrale. Kolla alergjike që shkaktohet nga polenet e ndryshme në ajër, nga pluhurat, nga tymrat e makinave, kështu me radhë, gjen një qetësinë shumë të mirë të saj me këto produkte natyrale. Marrim në një tenxhere, hedhim 1.5 litra ujë dhe shtojmë në të 6 deri në 7 lugë gjelle çaj alergomer. Shtojmë në të 1 dorë hithra, pasi hithra pengon çlirimin e histaminës, nxitsin kryesor të teshtitjeve dhe mëllag të zezë, malva silvestris, ndoshta edhe 1 lugë çaj kamomil. Që të gjitha këto do të na ndihmojnë mrekullisht mirë në qetësimin e rrugëve të sipërme respiratore dhe mund të pihen 2 deri në 3 gota në ditë nga 200-250 ml nga ky çaj. Mandej, propolis i merigon përsëri përdoret 3 herë nga 10 pika për të rriturit dhe 3 herë nga 5-6 pika për fëmijët. Kjo mund të hidhet drejt për drejti në çaj, mund të hidhet në gjell, mund të pihet edhe kështu siç është, e hedhim në gojë, e shëtisim mirë dhe mandej e kalojmë. Nga ekstrakti balsamik për fëmijët e vegjël mund të përdorim 2 lugë kafe në ditë duke ja hedhur në gjell, ndërsa të rriturit mund të pinë edhe 2 lugë çaj në ditë dhe ju bën mrekullisht mirë një rritje të rezistencës së brendshme. Njëkohësisht, për alergjin e shkaktuar nga polenet, nga tymrat e kështu me radhë, mund të përdorim 1 deri në 2 lugë çaj me vaj të farës së zezë për të rriturit dhe 1 deri në 2 lugë kafe për fëmijët e vegjël. Pra, nigellina që ndodhet kjo tek vaji i farës së zezë, ul, si thua atë agresivitetin e trupit. Një koll e shkaktuar nga refluksi i stomakut. Marrim në një tenxhere, hedhim 2.5 litra ujë, duke hedhur 1 paket nga 4 që ka ky çaj gastromer, 2 deri në 3 lugë gjelle nga çaj bronkomer, pra qetësuesi i mushkrive, dhe këto pihen afërsisht 3 herë nga 1 gotë në ditë para buke. Kemi parasysh për fëmijët e vegjël mund të japim 2 deri në 3 filxhana kafe ose çaj dhe të shoqëruar këto ndoshta me 4-5 pika për fëmijët propolisin merigon, nga ekstrakti balsamik 2 lugë kafe për fëmijët e vegjël, 2 lugë çaj për fëmijët e rritur. Njëkohësisht është mirë të përdorim edhe këto tahinën, të përdorim jamballin si ushqyes, pasi qetësojnë ato peristaltikat e irrituara të stomakut dhe vendosin si thua balancën e prodhimit të acidit klorhidrik në stomak. Pra, nuk kemi një mjedis shumë acid dhe kjo të na japi atë si djegje të kraharorit. Nëse kolla është kronike, sekrecionet vazhdojnë, ndoshta ju keni marrë një kontakt me një mjek, ndoshta aty në lagje, kështu me radhë, dhe nuk keni qetësi, patjetër ju duhet kërkoni një mjek më specialist, ku aty mund të bëhet një radiografi toraksi, mund të bëhet një spirometri, mund të bëhen analizat e gjakut, mund të shikohen testet e alergjisë dhe mund që të kërkohet të bëhet ndoshta një vlerësim gastroenterik. Atëre që të gjitha këto do të hedhin dritë dhe do të na qartësojnë më mirë shkaktarin se nga vjen kjo koll e zgjatur. Çfarë mund të bëjmë tjetër në kushtet e shtëpisë? Një koll e gjatë, e shoqëruar ndoshta edhe me sekrecione, një koll e thatë dhe e mprehtë, mundet të kërkojë edhe një trajtim të veçantë. Për shembull, në 2 litra ujë ne hedhim 5-6 lugë gjelle nga çaj bronkomer. Mund të përdorim lulen e blirit, lulen e shtogut, mund të përdorim 1 dorë sherebel, mund të përdorim mëllagën e zezë si zbutse, mund të përdorim aguliqen ose thundërmushkën, cilat juve të keni në shtëpi dhe që të gjitha këto po t'i mbledhim të mos na e kalojnë dozën 10 lugë gjelle në këtë sasinë e ujit. Pra,
nëse do të kemi afërsisht 5 lugë gjelle nga çaji Broncomer dhe kemi 2-3 bimë të tjera që edhe nga një lugë, është e mjaftueshme 1,5 litër. Nëse kemi edhe thundër mushkën, edhe aguliçën e kështu me radhë, ne mund të marrim dhe të shtojmë ujë deri në 2 litra. Pra, të kemi parasysh edhe një diçka tjetër. Një lugë gjelle ose kaq sa kap dora, një çaj që mund të jenë 3 deri në 4 gram maksimumi, e duan sipas rregullit 200 ml ujë për t'u zier. Ky është një çaj, si thua, brenda normave farmakologjike që ne nuk dëmtojmë. Po kështu, Propolis i Merigon, që është me të vërtet antiseptik i mrekullueshëm, edhe antiviral i mrekullueshëm, mund të shoqërohet edhe me atë antiseptikun bimor, mund të shoqërohet me ekstraktin balsamik, 2 herë nga një lugë çaji në ditë, dhe kjo do të na ndihmojë që secila nga këto, duke na dhënë atë kontributin e tyre, do të kemi një qetësim dhe një ndalim të kollës. Po kolla me shumë sekrecione, si mund të trajtohet nga ana juaj? Marrim afërsisht në 2 litra ujë, hedhim, pra kur ka sekrecione, por njëkohësisht mund të shohim në atë sputumin aty edhe qeliza, gjak, pak ose shumë, nuk ka rëndësi. Pasi është bërë edhe ekzaminimi nga mjekët, mund ta ndihmojmë trajtimin mjekësor edhe me këtë këshillën tonë. Pra, marrim 2 litra ujë, hedhim afërsisht 5-6 lugë gjelle çaj Broncomer, shtojmë në çaj, në tenxherën ku përgatitet çaji, 1 dorë lule bishtamithi ose 2-3 fije lule basani, pasi këto bimë përmbajnë vitamin K që na ndihmon në ndalimin e hemorragjisë. Shtojmë 1 dorë me lëvore vidhi, mund të shtojmë 1 lugë gjelle trumëz ose rigon, mund të shtojmë përsëri ndoshta 1 dorë me lule aguliçe. Mbasi kullohet çaj, e kullojmë dhe pihen afërsisht 3 gota në ditë. Në të gjitha rastet është mirë që çaji të ëmbëlsohet 1 gotë 200 ml me 1 lugë çaj mjalt. Mbas buke mund të përdoret me shumë efikasitet Propolis i Merigon dhe ai antiseptiku bimor. Le të mbajmë mend edhe një këshill shumë të vlefshme, e cila me vërtet ka ndihmuar që njerëzit me kollë të vazhdueshme, me problematika nga më të ndryshmet në mushkëri, ju ka dhënë shumë mirë rezultat në drejtim të rigjenerimit të atyre alveolave të mushkërive, thjesht duke përdorur këto produkte që ne po ja japim më poshtë. Marrim kocka këmbësh viçi, 2 deri në 3. I coptojmë, ndoshta i lyejmë edhe me pak uthull dhe i lëm 10-15 minuta. Mbas kësaj, i hedhim në tenxhere, hedhim 3 deri 3,5 litra ujë dhe i lëm të vlojnë afërsisht 2 deri 3 orë. Kullojmë lëngun e kockave në njën dhe e lëm si thuash 10-15 minuta sa ajo të ftohet. Heqim pjesën e yndyrës dhe mandej këtë lëngun e kockave të këmbëve e mbajmë në frigorifer. Çdo mëngjes mbushim 1 gotë me lëngun e kockave, hedhim në të 1 të verdh veze ose edhe vezën siç është komplet, e përzijej mirë, e rrahim që ajo të marrë pamjen e një portokollate. Mandej shtojmë edhe 1 lugë çaj me mjalt. I përzijejmë së bashku dhe kjo pihet gjithmonë 30 minuta para buke esëll në mëngjes. Do të vini re që mushkëria juaj pëson një farë rigjenerimi të mrekullueshëm dhe të pabefasueshëm. Atëhere, gjithë kënaqësia e të ndjerit mirë nga përdorimi i kësaj gote të lëngut kockave me të verdhën e vezës, do të shumë fishohet kur ju të përdorni edhe çajin Broncomer dhe Propolisin Merigon. Këto ishin këshillat që ne menduam të japim tek ju për të qetësuar kollën me produkte natyrale. Mos harroni të na ndiqni në kanalin ton @yllimeria. Mirupafshim në emisionin e radhës.